Selamu alaikum, të nderuar miq e të nderuara mikesha apo të nderuar vëllezër e motra në Islam. Sepse nuk ka logjik dhe nuk është e hishme që dikujt t'i themi vëlla apo motre, pastaj të kthehemi dhe pas dite t'i shkruajmë një mesazh dhe ta lypim dorën e saj për martesë. Në qoftë se i themi dikuj motër dhe i themi vëlla, atëherë ta mbam si vëlla e si motër. Po nëse i ashtojmë edhe prapashtesën në Islam, atëherë kjo ka diçka, një kuptim tjetër. Pa u zgjeruar këtu, dëshiroj që t'ju tregoj një ngjarje që më ka ndodhur para ca kohësh dhe mu drejtua dikush dhe më tha apo më pyeti: ora më tregon se kush është Allahu, kush është Zoti yt. Dhe unë pa u menduar fare gjatë, ju ktheva dhe i thash, ose ju përgjigja: Allahu im, apo Zoti im në Shqip, është gjithashtu edhe Zoti yt. Sepse nuk ka Zot, nuk ka Allah, nuk ka ore perëndi tjetër përveç Zotit një dhe të vetëm. Sepse Zoti në Kur'an quhet Allah, sepse është emër në arabisht, ose Ilah, kurse në Shqip quhet perëndi, Zot, por unë kur them perëndi dhe kur them Zot, nuk e mendoj këtu askën tjetër përveç Zotit një dhe të vetëm, që na ka krijuar gjithëve, që është krijues i gjithësisë, që është krijues i gjithë universit, i gjithë kosmosit, dhe që gjithçka e ka ai, i lartësuari Zot, Allahu, nën mbikëqyrjen e tij. Dhe gjithçka funksionon sipas vullnetit të tij. Më tutje, i thash personit të nderuar që ti të vërtetohesh se kush është Allahu im, respektivisht Zoti im, po të preferoj që ta lexosh surën me numër 57 në Kur'an që quhet El Hadid, dhe në ajetin 3 Allahu të flet ti dhe mua dhe na tregon se kush është Zoti i gjithësisë. Allahu në këtë ajet të Kur'anit, në surën El Hadid, ajeti numër 3 thot: Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. Allahu, Zoti është i pari, është i fundit, është i dukshmi dhe i padukshmi. Dhe ai, pra Zoti, di gjithçka. Kush është mesazhi i këtij vargu të Kuranit? Sepse edhe kjo është me rëndësi. Mesazhi i këtij vargu kuranor është me sa vjen. Zoti neve, Allahu neve na e bën me dije, na siguron, na e sqaron se edhe kur nuk ka ekzistuar asgjë, Zoti ka ekzistuar. Dhe se kur nuk do të ekzistoj asgjë, Zoti do të vazhdoj të ekzistoj. Dhe ai është i gjithdijshëm. Prandaj nëse ti vjen me ndonjë teori tjetër dhe e mohon po këtë varg kuranor apo këtë mesazh kuranor,
atëherë absolutisht nuk ja vlen që të vazhdohet lufta me ty, ose të tentohet që ti të bindesh se kush është Allahu im apo kush është Zoti im. Në shumë vende në Kur'an, Zoti e vërteton mëvetësinë e tij se është një. Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum, është i gjalli që nuk vdes kur, është një. Ka plot ajete të Kuranit ku ti mund të vërtetosh mesazhin e Allahut që ju shpall profetit të tij për 23 vite me radhë, e që ishte libri i fundit hynor, përfundimi i shpalljeve të Zotit, sepse Zoti para Muhamedit i kishte shpallur edhe Mojsiut, edhe Isaut, edhe Davudit ose Davidit. Dhe më në fund, Zoti i gjithësisë i shpalli edhe Muhamedit një libër, një shpallje, një revelat që u quajt Kur'an, të lexohet, të studiohet, të recitohet. Prandaj është më se e domosdoshme që ti kthehesh edhe ti që je musliman Kur'anit, fisnik, dhe të mos besosh në mënyrë qorazi, në mënyrë të verbër, vetëm ajo që të tregohet si legjend, e që nuk ekziston në Kur'an, e që është në kundërshtim të plot me vargjet e Kur'anit, me fjalën e Allahut. Sepse nëse të thuhet, po ore ti nuk ke more mundësi ta kuptosh Kur'anin, duhet të lexosh hadise dhe ti ndjekësh hoxhallarët. Ata thonë dietarët. Ore kush janë ata? Kush i vërtetoi ata, kush i legjitimoi, kush i kualifikoi, kush i verifikoi? S'lu në rol, s'ka rëndësi. Rëndësi ka se Allahu në Kur'an thot lexoje Kur'anin tim, meditore thti, pra ajetin, vargun kuranor, fjalën time, dhe do e kuptosh. Dhe ti nuk gjen, wallahi, ndëgjon mirë, nuk gjen dietar islam me dinjitet, me karakter të pastër, me kalbin selim, me zemër të shëndosh, i cili nuk e pohon se Kurani sqarohet me Kur'an. Çka? Në gjuhën akademike, në gjuhën teologjike, islame, kur Kurani sqarohet me Kur'an, e ka kuptimin që hermeneutika apo eksegjeza e Kuranit, interpretimi i Kuranit mund të bëhet dhe bëhet edhe Kuran me Kuran. Pra, duke lexuar ajetin paraprak ose dy ajete paraprake dhe duke i krahasuar ata me ajetet që pasojnë. Sepse ne në Kuran kemi ajete muhkemat, pra vargje të Kuranit që janë të qartë, shqip. Dhe kemi vargje të Kuranit që janë muteshabihat, që janë me kuptime të ndryshme. Dhe në ajetet e Kuranit që janë muhkemat, janë të qartë si loti, të pastër si loti. Logjika çdo kujt i kupton me të lexuar me të parën herë. Allahu vetë thot, ata janë muhkemat. Ayatul muhkemat, ayatul mutashabihat. Të kemi kujdes sepse atje përdoret alegori, përdoret analogji, përdoret metafor. Prandaj, kthehu te Kurani dhe studioje fjalën e Allahut, nuk është e rëndë. Wallahi, unë po të flas nga përvoja. Unë kam kry
masterin në teologjinë islame kur I kam mbushur 59 vjet. Edhe një herë. Sepse fillimisht kam studiuar ekonominë, unë jam ekonomist I diplomuar. Gjuhtar, interpret, interkulturor, përkthyes I gjermanishtes në shqipe në gjuhët e slavishte, serbo-kroate, kroate-serbe, maqedonishte, ku ta di unë. Dhe më në fund nuk doja të rija indiferent, sepse isha kogja interesuar që ta kuptoj me të vërtet atë të vërtetën. Dhe prandaj e shfrytëzova rastin kur ai më dha dhe regjistrova masterin, studimet master për teologji islame, pra studimet të larta islame, në Universitetin e Friburgut, në zemër të Zvicrës dhe në zemër të Evropës, në njërin nga universitetet më të mira të Zvicrës. Dhe falenderoj Allahun, falenderoj Zotin e gjithësisë, që edhe e kreva me sukses këtë studim. Prandaj nuk është absolutisht e vështirë që edhe ti të mundohesh kur të lexosh në Kur'an të kuptosh nga Kur'ani. Sepse Allahu në Kur'an e thot në një nga vargjet e tij, ne Kur'anin e kemi bërë të lehtë për mësim. A ka nga njerëzit nga ata të cilët dëshirojnë të marrin mësim? Se sikur Allahu ta kishte bërë Kur'anin të vështirë për ta kuptuar, do të na thonte, mos u mundoni. Nuk do e kuptoni kur. Por a e dini kush e thot këtë? Për paradoks. Këtë e thonë hoxhallarët. Sepse ata dëshirojnë të kenë kontroll mbi ju, o njerëz. Dhe ju detyrojnë ju të pasoni hadiset, që u shkruajtën 150 vjet pas përmbylljes së Kuranit dhe pas vdekjes së pejgamberit të Allahut. Sepse nëse ju do I ngjekni legjendat në hadise, atëherë ju detyrimisht dhe vullnetarisht do t'ju nënshtroheni hoxhallarëve që të jeni nën kontrollin e tyre. Por që ju ta kuptoni të vërtetën e pastër islame, ju duhet të ktheheni te Kurani. Po, të ktheheni te fjala e Allahut. Se Allahu neve në Kuran nuk na thot kapuni për hadisin e Buhariut, as të Ebu Hurajrës, as të Muslimit, as të ati, por na thot kapuni për litarin e Allahut. Në surën Ali Imran, në ajetin 103, Allahu na thot kapuni për litarin tim dhe mos u përçani. E litari i Allahut është Kurani famlar bre, shpallja e tij, fjala e tij. Prandaj kthehu në Kur'an dhe mos I paso verbërisht ata të cilët e kanë vetë shpallur vetveten për dietar. Dhe ata shkojnë edhe më larg. Dhe vetveten ka një grup që e quajnë Selef as-Salih, ose Selefus Salih, që I bie të parët të devotshmit. Po pyet që këto mund të jetë shumë e thjeshtë dhe shumë konkrete. Kush është ajo? Po kush ishin ata të parët? Ata të parët padyshim kush janë? Sahabët, shokët e profetit. Janë shokët e të dërguarit të Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Por a nuk I nisën luftat ata të parët? A nuk u vranë ata të parët? A nuk u përçan ata të parët në grupe?
edhe pse ju kishte ardhur e vërteta, e kishin shoqëruar pejgamberin e Allahut, disa për 23 vjet me radhë, e disa dal nga dal, fas ose shkallë pas shkallë, vit pas viti. Dhe prap se prap, edhe e dinin kush o Islami, edhe e dinin kush o Kurani, më falni, edhe e dinin kush o profeti i Allahut, edhe e lexonin vetë ajetin e Kuranit, si në sure Al-An'am, po ashtu edhe në surën Ali Imran, dhe prap se prap u përçarën. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Islamin e njihnin, Allahun e kishin njohur, Kuranin shpalljen ishin dëshmitar që po i shpallej profetit të tij, Muhamedit alayhis salam. Dhe për çka do që kishin nevojë, përderisa që gjallë profeti i Allahut, dhe përderisa për ato 23 vite vazhdoi shpallja, sepse kur ajo u përmbyll pas një kohe shumë të shkurt, profeti i Allahut alayhis salatu wassalam u shpërngul në ahiret, pra ndroi jetë. Ai pra ja u sqaroi gjitha, por ata përsëri, prap se prap u përçarën. Për çfarë arsye? Për arsye politike, për arsye të lakmisë për pushtet. Kush do bëhet kalif, e më vonë kush do bëhet emir, e më vonë kush do bëhet sultan, e tani më së fundit kush do të bëhet mbret dhe do e merr gjithë një territor aq i madh sa 4 herë Gjermania e Franca, dhe që do e quaj shtet i një familje, me emën të një familje. Dhe ti del me atë shamin në kokë me mjekrën kaq të madhe, dhe vetëm ban alayhis salatu wassalam qal. E përmendni Kuranin, por i besoni hadiset. E përmendni Kuranin, por i pasoni dietarët, hoxhallarët. E përmendni unitetin, por jeni total të përçarë. E përmendni ummetin, komunitetin, por jeni të përçarë në lloj-lloj sektesh e grupesh. Për çfarë ummeti flisni ju? Ju kur thoni ummet, ju e mendoni grupin vetanak, sektën që i takoni. Wallahi. Sepse ta thuash fjalën ummet duhet të të hinjë frika, duhet të rëqethesh, sepse kjo mban përgjegjësi para Allahut. E Allahu tha mos u përçani në sekte e në grupe. Sot harta e muslimanëve si duket. Në sa grupe janë përçarë? Me qindra. Dhe çdo njëra nga grupet pretendon se e ka tamam. Kështu që po e përfundoj këtu, dhe nëse ju keni diçka të më thoni, atëherë më shkruani në komente, dhe nëse diçka ju intereson nga Islami e nga Kurani, më shkruani që ta shqirtojmë në videot e radhës. Deri atëherë ju përshëndes, ju uroj gjithat mirat. Esselamu alaikum dhe wallahu alem. Zoti e di më së miri.